Ana Gilanit na vallëzojnë edhe me lajme. Domethënë çfarë që në atmosferik, çfarë të arreshëm janë edhe na po duhet me mu bo aktor pak në skenë se produksionet i kanë ato ndoshta programet e veta, se tani nuk më mujnë me më rri, se artistat po jemi të angazhum gjatë mujtë nëntor, dhjetor në përmbrëmje, festa dhe nuk po kemi kohë gjirime tani, apo kupton. E qatë kohë është koha shtator, nëntor një varë periudhe ma e lirë pak për neve, që po mujna me gjithë kohë për me gjiru e me inqizu. Besart, cilat janë datat e tua për këtë sezon? Është sezon premtuese vera? Është premtuese, po mënoj mesi korrigut, pastaj deri ngusht, është pak e ngarkume, po do më thonë po munomi me i gjithë, me i sistemu njerës që po në thirin. Unë çdo herë jam falenderus ata që më përgjedhin mua dhe bashkëpunëtorët e mi për me qenë pjesë e festës tyne familjare. Menoj, unë njëna i privilegjum kur një qift në thirë për me këndu ndasma, sepse është momenti kryesor i tyne edhe me qenë unë ai që e bëj atmosferën në qatë moment është privilegj. Cili qytet po i bën dasmat më zbukri, kërso më miri, organizimin më fantastik, apo është vështirë me i ndo? Është vështirë me i ndo, do më thonë, se cili rajoni ka zhanrën ose mënyrën e vetë qyshe festën i dasëm, ose qyshe valzojnë, ose adetet, traditat, kangë që kënohen, dalojnë ka pak. Po në çdo herë thëmë, për shembull, Ana Gilanit na vallëzojnë edhe me lajme. Domethënë çfarë që në atmosferik, çfarë të arreshëm janë edhe, domethënë, shkon gjithçka mirë edhe në qytete tjera, Prizren, Prishtinë, domethënë, secili rajon e ka natyrën e muzikës të vet. Domethënë, duhet me gjetë pak a shumë, edhe për neve është një përgjegjësi se për shembull tradita, për marrë me shembull Gjakov, Prizren, dallon pak me Gjilan, me Prishtinë, mënyra që shvallëzojnë, për shembull radhitjen e qoftë dasmës përgjithësi, qoftë adetet e martesës, e këto janë diçka pak më ndryshe se në rajonet tjera. Domethënë secili rajon e ka veçorinë vet. Megjithatë, fleksibiliteti numër 1. Patjetër. Tek orkestrave sartet. Munojmë me qenë gjithashëm. Projektet e ardhshme janë me klipe apo realisht tash e tutje jeni më shumë të fokusuar tek datat? Jo, edhe klipe normal sepse për mu, flas për veti, është reklam, domethënë çdo produkt, çdo projekt, çdo këngë, çdo paraqitje, edhe kjo paraqitje e sodit, që edhe njëherë falenderoj. Sepse ai që e dëgjon këtë intervistë, ose ai që e sheh një këngë timen, e din çka bëj edhe orientohet pak a shumë, qoftë për organizimin, qoftë për, domethënë çdo punë e jonja e ka vlerën e vet. Kështu që tash besoj verës kemi me bëu diçka më ritmike, edhe munomi me ata që dëgjojnë, mi u pëlqy. Tash muzika, po thonë njerë, është punë shije, nuk mundu mi pëlqy krejtve, po me dhonë maksimumin. Gradualisht.